E nderuar drejtuese e seancës, të nderuar kolegë, të dashur deputet. Nga ky krah i sallës shpesh dëgjojmë debate të zjarrta, britma dhe retorik spektakolare. Por politika nuk është as spektakël dhe as teatr, siç disa prej këtyre kolegëve tanë zgjedhin ta kthejnë këtu sapo hyn doktori në këtë sallë. Më pas bashkë me doktorin ikin edhe këta, sepse me sa duket mosha bën vetën edhe s'mund t'i rezistojnë gjatë gjithë ditës pa një sy gjumë. Politika është përgjegjësi dhe vendime që sjellin rezultate konkrete për qytetarët. Ndërkohë që disa nga këta i shohin këto nisma si terren për debat bosh dhe retorik politike, ne nga ky krau tjetër tregojmë se politika nuk është thjesht fjalë në këtë sallë, por punë konkrete dhe vendime me ndikim real. Ne nuk jemi këtu për të bërë show, të nderuar kolegë. Ne jemi këtu për të diskutuar dhe miratuar marrëveshje që kanë ndikim të drejtë për drejtë në zhvillimin ekonomik, social dhe territorial të vendit dhe të rajonit. Këto marrëveshje synojnë forcimin e fqinjësisë së mirë, përshpejtimin e integrimit evropian, përdorimin efikas të fondeve ndërkombëtare për përmirësimin e jetës së qytetarëve, veçanërisht në zonat me potencial zhvillimi dhe bashkëpunimin ndërkufitar. Ato kthejnë bashkëpunimin në investime dhe investimet në përmirësim real të jetës së qytetarëve, në mjedis, turizëm, infrastrukturë dhe ekonomi lokale. Prandaj të nderuar kolegë të opozitës, të cilat këtu keni ngelur vetëm 2 fatkeqësisht, mos votimi i këtyre projektligjeve nuk ndalon procesin, fondet apo projektet tona. Ai tregon vetëm se kush zgjedh zhurmën dhe kush zgjedh punën. Qytetarët nuk presin britma në këtë sallë dhe as në këtë foltore. Ata presin projekte që ndryshojnë jetën e tyre. Në fund të ditës dhe çdo 2 vjet tek kutia e votimit, qytetarët do ta gjykojnë ashtu siç e kanë gjykuar gjithmonë. Zhurmën e bërë në këtë sallë apo veprat dhe rezultatet konkrete që i prekin ata direkt. Faleminderit. Faleminderit zonja Çaushi. Zonja Mila, keni fjalën. Faleminderit drejtuese seancës, të nderuar qytetarë, ka 2 mënyra në fakt për ta parë Europën. E para është ta shohësh si një foltore imagjinare, personale sigurisht, që përdoret në konferenca shtypi po ashtu imagjinare, pa ftesë, ku shahet para e mbrapa Shqipëria, sa herë që mungon vizioni. Zakonisht në këtë mënyrën e parë, siç edhe e keni parë të gjithë, fiket edhe mikrofoni, sepse askush nuk po përkthente më. Dhe ja ku e kemi metaforën perfekte për këtë opozitë, se çfarë thon këtu e çfarë thon jashtë kësaj salle, asnjë shqiptar nuk po arrin t'i përkthej më. Provoi kryetari i famshëm non grata ta përdorte Europën si tribunë personale, por Europa nuk është sken për monologje, është orkestër dhe kush del jashtë partiture mbetet pa muzikë. E dyta është ta ndërtosh Europën gur pas guri, në institucione, në territore, në bashki, në politika që funksionojnë, siç bëjmë me Interreg Europe që folëm më parë, siç bëjmë me këto marrëveshje të cilat po shqyrtojmë e me çdo mekanizëm tjetër të Bashkimit Evropian që fatmirësisht po na ofrohen, sidomos në këtë periudhë negociatash. Sot me këto projekt ligje, si çdo ditë në fakt të këtyre viteve të fundit, ne po zgjedhim rrugën e dytë, sepse ndryshe nga ajo që përpiqet na shes shpesh opozita, që çdo marrëveshje europiane është ose formale, ose pa ndonjë efekt real, faktet janë shumë më kokëforta se retorika dhe janë ato që flasin qartë. Shqipëria sot nuk është më një nxënëse e heshtur, është pjesëmarrëse aktive me projekte konkrete, patjetër me institucione që punojnë, me bashki që përfitojnë nga këto programe ku Shqipëria merr pjesë në 10 projekte që e prekin drejt për drejt zhvillimin e gjelbër, ekonominë qarkulluese, turizmin e qëndrueshëm, mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla por edhe të mesme, politika lokale që ndikojnë drejt për drejt jetën e përditshme të gjithë qytetarëve. Dhe po,
këto marrëveshje që të cilat kemi folur sot e prekin drejt për drejt edhe Elbasanin tim. Sepse kur flasim për çfarë ndita më herët, flasim për qytete si Elbasani që ka nevojë për politika ndërtuara mirë dhe i ka ardhur momenti gjithë qarkut të jetë në lartësinë e nivelit që meriton. E jo më kot, nëpërmjet mekanizmave të tillë, Elbasani është gati të përfitojë duke treguar kapacitete mjaft mira, aplikuese për projektet që nevojiten, por patjetër edhe për implementimin e tyre më vonë. Sepse integrimi europian fakt është një proces i gjatë, i lodhshëm, shpesh edhe sfidues, ku shteti mëson të funksionojë sipas rregullave të Komisionit Evropian e të maturohet në standarde. Këto programe dhe marrëveshje që financojnë mënyrën si mendohet zhvillimi, si ndërtojnë politika dhe si lidhet territori me vizionin europian, janë të jetë nevojshme. Prandaj sot, vota për gjitha këto është më shumë se sa thjesht një votë teknike. Është një deklaratë politike që bëhet nga Parlamenti i Shqipërisë. Është deklaratë se Shqipëria nuk e sheh Europën si stre retorike, por si standard. Se qytete si Elbasani nuk do të mbeten më peng i improvizimit, por do të lidhen me politika që kanë funksionuar gjetk dhe se ky parlament fatmirësisht di të zgjedh punën përpara zhurmës. Për këto arsye, unë i mbështes këtë projekt ligje si relatore në fakt edhe në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme, si përfaqësuese e Elbasanit, si përfaqësuese e Brezit të Ri, por sidomos si qytetare, që sot e ka të gjithë të drejtën ta shohë familjen europiane të mundshme. Ju ftoj sigurisht të mbështesni dhe ju. Faleminderit shumë. Faleminderit zonja Mila. Tani fjalën e ka zoti Ardit Bido, folësi i fundit për këto projekt ligje që diskutuam. Nderuar zonja kryesuese e seancës, të nderuar kolegë deputet, të nderuar bashkombës, në fakt dua ta nis këtë fjalë me një thirrje drejtuar kryesisë së kuvendit që të mos guxoj që të prek marrëdhëniet e punës të fotografëve dhe kameramanëve të këtij institucioni, të cilët sot në mëngjes i pash thellësisht të shqetësuar se mos kolegi Albana Vokshi do të zinte vendin e tyre të punës pas shfaqjes së saj në Këshillin e Evropës me fotografimet dhe videot spektakolare që kishte bërë ndaj doktorit. Dhe e nis me këtë sepse në fakt kjo është diferenca dhe në kuadër të këtij projekt ligji të kush jemi ne e kush është opozita. U pyet pak më parë nga kolegë të opozitës këtu se cila është rruga, si do të hymë ne në Bashkimin Evropian. E sigurta është që ne nuk do të hymë në Bashkimin Evropian përmes shpifjes, nuk do të hymë në Bashkimin Evropian përmes shtrëmbërimit, nuk do të hymë në Bashkimin Evropian nëse shkojmë në Bruksel, nëse shkojmë në Strasburg dhe shpifim ndaj Shqipërisë, përdosim termin shqiptar, ashtu siç pam në Këshillin e Evropës se bëri doktori pak ditë më parë. Por do të hymë Bashkimin Evropian nëse arrim që të ngrem infrastrukturën e nevojshme dhe kapacitetet tona dhe të bashkëpunojmë me vendet fëqinje, sikurse dhe me vendet e Bashkimit Evropian, për të mundësuar që të kemi të njëjtën ekonomi konkurruese, për të mundësuar që të kemi kapacitetet e nevojshme për të hyrë në BE. Prandaj, këto projekt ligje të cilat sot shqyrtojmë dhe miratojmë, shkojnë në këtë drejtim. Në drejtim edhe të dallimit mes çfarë bëjmë ne si shumicë qeverisëse dhe çfarë bën opozita, sa herë i vjen mundësia për të folur në anglisht tek partnerët evropian, mbi çfarë është Shqipëria dhe çfarë do që të arrijë Shqipëria. Në këtë pikë dua të theksoj në lidhje me marrëveshjet vetëm diçka. Ne po miratojmë disa marrëveshje të cilat financojnë me fonde të Bashkimit Evropian hapësirën ndërkufitare mes Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi. Kemi mundësi që përmes këtyre financimeve, përmes këtij instrumenti, të arrijmë edhe një kohezion të mëtejshëm tonin kombëtar. Shqipëria, Kosova, trevat shqiptare në Maqedoninë e Veriut, trevat shqiptare në Malë të Zi, pavarësisht se jemi të ndarë në 4 shtete, përbëjmë të njëjtin komb. Dhe kemi mundësinë që të jemi komplementar me njëri tjetrin. Kemi mundësinë që të krijojmë një hapësirë të përbashkët ekonomike dhe një hapësirë të përbashkët kulturore, që përmes instrumenteve
të cila na vijnë Bashkimi Evropian, nga Bashkimi Evropian, të realizojmë edhe bashkimin ton kombëtar. Sepse Bashkimi Kombëtar përtej hapësirës territoriale është çështje e kohezionit kombëtar në të gjithë trevat ku banojnë shqiptarët. Prandaj, ky instrument shërben edhe në këtë drejtim. Këto janë arsyet që unë gjykoj se këto marrëveshje duhet të gjejnë mbështetjen e të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë në mënyrë që ne të rrëfejmë në radhë parë atë rrugën drejt Bashkimit Evropian që e kemi synimin ton kombëtar parësor, por edhe kohezionin kombëtar me gjitha trevat ku banojnë shqiptarët. Faleminderit. Faleminderit zoti Pido, atëherë këtu mbyllet dhe projekt ligji dhe folsat për projekt ligjin. Vazhdojmë me pikën 10 të rendit të ditës, projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 10.221 të datës 4/2/2010 për mbrojtjen nga diskriminimi. Referuar në 73.2 e rregullores. Nëse ka pyetje nga kolegët, nëse jo, atëherë fillojmë diskutimin me paraqitjen e aktit nga zoti Balla, pa kufizim minutazhin në bazë të nenit 47 të rregullores. Prej shumë vitesh, 15-16 vjetë, kur për herë të parë në 2010-ën u miratua në këtë sallë ligji i parë për mbrojtjen nga diskriminimi, edhe për qenë pak korrekt, kjo pjesë e kësaj salle ishte në qeverisje e vendit, ne ishim në opozitë. Ne kemi mbështetur, atëherë unë kam qenë një prej folësve në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste edhe në Komisionin për Integrimin Evropian, si relator, edhe këtu në sallë. Praktikisht është një ligj që vendos bazat shëndosha të dy dimensioneve jetike në shoqëri, që është i pari është dinjiteti njerëzor dhe që shkon për tek funksionimi normal brenda shtetit të drejtës, pra dinjiteti njerëzor dhe shtetit të drejtës. Janë dy dimensione të cilat duhen rregulluar në mënyrë që çdo kush në shoqëri të ndihet i mbrojtur, i pa diskriminuar. Unë e di shumë mirë që do vini këtu, do merrni fjalën, deputetë e opozitës do fillojnë atë këngën që e dëgjua me keqardhje kur këtu në Kuvend miratuam një ligj për barazinë gjinore, një ndër ligjet më të mira, po i cili u bashkëshoqërua dhe me një këngë të turpshme dezinformimi. E megjithatë, pa shkuar ke dezinformimi, të themi disa fjalë për diskriminimin. Çfarë është diskriminimi, se të na dëgjojnë qytetarët? Diskriminimi është trajtimi pa barabartë, është trajtimi pa drejtë, shpeshherë i pa favorshëm ndaj një personi apo një grup personash për shkak të karakteristikave të tyre personale, të cilat janë të mbrojtura me ligj, por jo vetëm me ligj, por edhe moralisht janë të papranueshme. Dhe këto karakteristika shpeshherë shfaqen në formën e diskriminimit për shkak gjinisë, në formën e diskriminimit për shkak të racës, të ngjyrës lëkurës, të gjuhës, të fesë, të etnisë, të prejardhjes, në disa raste të paaftësisë, në shumë raste të orientimit seksual, edhe të moshës, edhe të pamjes,
të bindjes politike padyshim, të statusit ekonomik, apo të çdo lloj tipari tjetër apo situate tjetër. Të thëna gjitha këto, kur ndodh diskriminimi? Diskriminimi ndodh kur dikush trajtohet më keq se të tjerë në situata të ngjashme, thjesht për shkak të asaj që ai është, jo për shkak të veprimeve, as kurse si për shkak të aftësive. Përjashtuar këtu rastet e personave me aftësi ndryshe. Në thelb, diskriminimi ndodh kur dikush trajtohet më keq se të tjerët në situata të ngjashme thjesht për shkak të asaj që është, jo për shkak të ato që thash të veprimeve të tij. E meqense sot u bë ose u përmend disa herë Hannah Arendt, po e përmend edhe unë në një prej kryeveprave të veta, Origjina e totalitarizmit. Barazia, dashur miq, nuk është një fakt biologjik, por mbi të gjitha është një vendim ligjor edhe politik. Dhe për këtë qëllim, duke ju referuar kësaj thënie, kësaj fraze, mendoj që ligji për mbrojtjen nga diskriminimi ka qenë, është dhe do vijojë të jetë një nga instrumentet më kryesorë në mbrojtjen e drejtave të njerëzit për funksionimin real të shtetit së drejtës. Angazhimi edhe personal, nëse e doni, për gjatë tyre 15 viteve nga kur është miratuar për herë të parë